ndoshta faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Mbrëma, faleminderit juve. Po, e nis me një vrasje që ndodhi dje në Lezhë, u quajt atentat mafioz prej mediave në Shqipëri, po ashtu një gjuajtje me armë 4 të plagosur dje në kryeqytet në Tiranë. Për çfarë situate të sigurisë jemi duke folë aktualisht? Ka një periudhë gati disa mujore, 2-3 muaj që ka qenë një situatë e qetë, nuk ka pasur problematika lidhur me situatën e kriminalitetit, por papritmës një ditë e keqe, po themi për rendit dhe sigurinë, që tregoi që kjo lloj qetësie ishte e brisht. Kemi 2 goditje, një në Lezhë dhe një në Tiranë. Atentati i Lezhës vazhdon të jetë një atentat mafios, i tipit mafios, për mënyrën e realizimit dhe mënyrën e ekzekutimit të tyre. Janë të njëjtat skema që kanë përdorur edhe në disa atentate, mbi 5 atentate të cilët janë pasbardhura, që nga ngjarja në Vlorë e vazhdimi i disa atentateve të tilla, ku me makina të vjedhura apo targa të kamufluara bëhet vrasja me një grup mbi 2-3 persona, kanë qenë 4 persona, nga cilët 2 qitës me Kalashnikov, dhe kanë realizuar mbas 2 herë tentativash ndaj të njëjtit person pëllum i Gjamalin në Prendi. Një herë kanë bërë goditje në me të lëndë dhe eksplozive në biznesin e tij dhe më pas kanë qelluar me armë. Tashmë është ekzekutimi i tij. Makina është larguar nga vendi i ngjarjes, djegur, dhe si gjithmonë grupi hetimor në kërkim të personave të atentatorë. Po, dhe 4 plagosur në kryeqytetin Tiranë, çka dihet deri tash për këtë rast? Ngjarja e Tiranës është një ngjarje pak problematike për faktin që, ose komplekse më shumë se sa problematike, sepse ka pak të dhëna, po ato të dhëna për cilët disponohet, ose për cilët ka filluar të ketë një pistë, e lidhin këtë me ngjarjen me ngjarjen e Lezhës. Por problemi është që sipas këndvështrimit tim, unë nuk i lidh këto 2 ngjarje, i quaj si 2 ngjarje të shkëputura, sepse është e pamundur që në një kohë prej 2-3 orësh që ka qenë diferenca midis njërës ngjarje dhe tjetër, të kemi të njëjtin grup apo një grup të ndarë midis Tiranës dhe Lezhës për të realizuar një goditje. Të paktën një lloj piste që dominonte orët e fundit sot në Tiranë, mbi bazën e disa dhënave nga policia e shtetit, mendohet që ka qenë një gabim në objektivin e atentatorëve. Për faktin se ngjasonte makina, targa me një diferencë shumë të vogël, me një person të cilin ata e kishin si objektiv, që mund të ishte bashkëshortja e Roan Brahimit, pra djalit të këtij personi i Gjovelin Prendit të ekzekutuar në Lezhë. Po, ajo çka mund të vazhdoni. Por, sipas këndvështrimit tim, mendoj që kjo ngjarje mund të lidhet, ndoshta midis pistave të tjera. Një pistë tjetër e mundshme mund të jetë edhe fakti që është goditur një automjet që dispononte në pronësi e shoqja e një biznesmeni, i cili është një biznesmen që mund të ketë dhe të aty pista hetimi. Pra pista të mundshme që mund të jetë gjobvënie, që mund të jenë problematike